Fund shokues. Neda ndahet nga Ogreni pas 10 vitesh martesë, askush se priste. Drama në botën e ekranit shqiptar. Opinioniste e njohur Neda Balluku ka dorëzuar zyrtarisht kërkesën për divorc nga bashkëshorti i saj, Ogren Balluku, vëllai i ministres Belinda Balluku, duke mbyllur një kapitull dashurie që zgjati më shumë se një dekadë. Burimet konfirmojnë se dokumentet për ndarje janë depozituar këtë të hënë në gjykatë, pas muajsh të tërë krize dhe përpjekjesh për të shpëtuar marrëdhënien. Historia e tyre nisi në vitin 2010 brenda shtëpisë së famshme të Big Brother Albania, ku Neda dhe Ogreni u njohën si konkurrent, për t'u kthyer më vonë në një nga çiftet më të dashura të publikut. Dashuria e lindur në ndritat e kamerave u kurorëzua në martesë në vitin 2015 dhe u bekua me 3 fëmijë. 2 djemtë Serge dhe Zai, si dhe vajzën e tyre të vogël, Suzie Ann. Megjithse gjithmonë ka preferuar ta mbajë jetën private larg syrit të publikut, Neda pritet të flasë për herë të parë publikisht për ndarjen e emisionin Goca dhe Gra, ku do të jetë e ftuar nesër. Një fund i papritur për një dashuri që nisi përpara gjithë shqiptarëve dhe që për vite me radhë u konsiderua një nga historitë më të qëndrueshme të ekranit.